Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në Dritare në Vizion Plus. Di ka qenë një ditë e shkëlqyer për shqiptarët kudo që janë gëzuar golit. Në fakt, kanë qenë ditë të bukura për shqiptarët, ditët e këtij kampionati evropian. Është era jonë e parë, është era jonë më e mirë. Por kampionati do të mbarojë, vjen një ditë edhe mbaron. Sikundër ne mund të luajmë ose mund të mos luajmë, sot do të marrim vesh më shumë në fakt, do të vazhdojmë apo jo. E rëndësishme është të kuptojmë çfarë ndodh mbas kampionatit, e rëndësishme është të mësojmë gjithë ky ujë i mrekullueshëm si mund të kthehet në energji, si mund ta përdorim këtë post-kampionat. Do doja sot të bënim një bisedë të bukur në studio, po prezantoj më njëherë të ftuarit, duke mos harruar se do të kemi shumë lidhje në Skype me Kosovën, Maqedoninë, si edhe me Italinë. Do të kemi shumë lidhje, por në fillim po përqendrohem tek biseda, po prezantoj të ftuarit. Janë të dy filozofë, është Elvis Hoxha dhe Hüsamettin Feraj. Shumë kënaqësi që jeni, në fakt ju jeni jo vetëm filozof, edhe unë jo vetëm ju çmoj dhe kam dashur shpesh në emision, po jeni të dy përfaqësues të vetvendosjes, por nuk është vetvendosja si lëvizje sot arsyeja, po vetvendosja si arsyetim. Ajo nuk na ndahet kur. Për të pyetur për atë çfarë është kombëtare, çfarë është identitet, sepse në fakt sot do doja të kalonim përtej kombëtares tek ajo çfarë është kombëtare, tek identiteti. Besoj ka pasur ngacmime të tilla shumë, Hüsamettin. Ngacmimi ka pasur shumë, ky që një rast ku vërtet ajo që ndoshta ka qenë disi e fjetur tek ne, filloi të gjallërohet edhe të marrë guximin për të dalë në pa. Dhe kjo është ana e mirë e futbollit, i cili si thush na ktheu tek vetja për të parë brenda vetes se mund të kemi energji dhe për të na dhënë një farë guximi dhe trimërie për mëtej. Ua, mu fiksua shumë që të pash në stadium, po tani ma sqarove që nuk ishe. Jo, nuk kam qenë. Në fakt, më ka bërë shumë përshtypje. Do të dëshiroja sigurisht të jem, do dohet ishe. Do të dëshiroja të jem, por nuk kam qenë. Shoh kaq shumë njerëz, të gjithë nga Shqipëria, nuk besoj se janë. Nuk kanë shkuar gjithë nga Shqipëria. Jo, këto janë sebepet mira që shqiptarët të mblidhen disi pa kompleks. Do të thotë, së pari njërë të falenderojmë kombëtaren. Unë jam shumë i vogël në këtë vend, pesha e gjërave që bëj shumë e vogël, por simbolikisht pesha që i ka dhënë kombëtarja e futbollit, një lloj përgjegjësie, një lloj bashkimi, një lloj shprese, një lloj besimi kolektiv është jashtëzakonisht e madhe, prandaj them është simbolike. Domethënë futbolli po luan disi me simbolik në vet. Prandaj nga pozitat e mia vërtet të thjeshta, i falenderoj lojtarët e kombëtares dhe Bjazin. Këta do të mjaftojmë këtu. Dhe së dyti natyrisht edhe tifozerinë. Mbështetësit që i kanë ndjekur me dhimbjet, me shqetësimet, me ankthin, se ankthi shumë i rëndë. Unë e përjetoj vetë se në fundit e dua futbollin dhe duhen përgëzuar pra të gjithat që kanë mbështetur futbollin, po ata që kanë bërë futbollin. Është simbolik futbolli. Pse është simbolik? Se është sport. Është një nga sportet më të rëndësishme, më popullore, në brenda fushave të sportit. Është një nga fushat e sportit më të mbështetur, sidomos edhe në botën e ku përpjekjet për zhvillim janë disi më jo solide, sepse një top duhet që ta ftojë njeriu, nuk janë kushte shumë zhvilluara në fillim të jetës, kështu që e fton atë në futboll. Dhe futbolli na është bërë disi thëmrakilit. Po na bëhet matësi i një lloj mundësie që kemi ne për të futur në rrjedhët e planetit. Prandaj besoj që këtu mund të zinte shkaks një lloj bisede jona. Jo vetëm pjesa falenderimit, fakti që futbolli e paska këtë fuqi, por edhe një lloj analize çfarë kërkojnë të gjithë ta njerëz të cilët mbështesin përtej suksesit futbollit. Çfarë lloj suksesi tjetër ndjen? Këtë do doja në fakt ta shtjellonim bashkë me shumë pyetje që unë kam edhe të mia, po edhe të lexuara. Nuk hyj ke tifozët e futbollit, po s'mund të rria pa par golin e Sadikut. Jo unë, po s'besoj se ka ngelur njeri pa e ndjekur futboll dashës apo jo. Kjo është përtej futbollit, kjo që po ndodh. Ndërkohë, dua të ndaloj një moment tek tifozëria. Të gjithëve na ka bërë përshtypje tifozëria e jashtëzakonshme. Ne ju kemi bërë përshtypje të gjithëve gjithashtu. Vajza më e bukur Kuqezi, tifozja më e bukur Kuqezi. Nuk e di sa ju e keni ndjekur, në mos jo, po ja u prezantoj, e kam në një lidhje Skype, uroj regjia, është Rike Roçi. Mirë se erdhe në Dritare, dashur.
Mbrëma të gjithëve. Je në shtëpi, në Itali, apo vazhdo në Francë? Jam në shtëpi, po. Po, pse e le kampionatin? Ka që ishte kampionati për ty? Jo, faktikisht kam qenë me ndeshjen me Francën, por jam duke marrë me punë dhe që kështu s'kam mundësin me ndjek. Dhe ndeshjen me Romanin dje nuk mund të ndiq çado. Po, humbe golin. E humba golin live aty, po nga televizori e kam parë. Ku ishe për të parë ndeshjen me Rumanin? Në shtëpi. E pe në shtëpi. Do me thënë, bas gjithë ati mediatizimi, ti ishe fytyra nëmër 1 e medjave në gjithë botën për tifosërin. Pastaj ti shkove në shtëpi, u ktheve te strofkulla jote, si ka mundësi? Po normal dhe unë punoj. Nuk është mund të rri gjithë kohën me pushime. Po prapë ndjek futbollin, më pëlqen shumë që kështu nuk është e lehtë. Qa ndodhë? Unë nise me një shoqe, Irita shoqja jote, bukuroshja tjetër. Po, Unë nise me një shoqe kam qenë unë edhe shoqja ime, po. Se nuk besoj se është fyse kur them bukuroshja tjetër. Ajo është fakt. Ju të dyja ishte shumë të bukura, ishte fytyra jone e bukur atë ditë. Nuk të dëgjoj, më fal. Unë po përdora fjalën bukuroshja tjetër dhe më duk vetja si shumica e gazetave që thoshin vajzat seksi të kombëtares. Po kjo nuk është fyse, kjo është fakt. Pikërisht, jo, nuk e marrë për të keq, absolutisht jo. Si u ndjeve ka shumë vëmendje mbi fytyrat tuaja? Me të thënë të drejtën, Rudina nuk e prisja, që t'u bënte edhe kaq e madhe, të prisja, vërtet. Po, pastaj ndoshta në Instagram kishe hedhur gjithë shka kështë shkruar media ndërkombëtare për ju. Kështë folur më shumë se sa për lojtarët, për ju të dyja, atë natë. Po, le të themi që u harrua humbja edhe folun për ne. Më mirë kështu që u harrua humbja, po ja, pastaj goli Sadikut bëri të lumtur të gjithë. Doli Sadiku dhe ju harruat. Në fakt nuk ju harruat. Vazhdojnë flasin për ju. Sot vazhdojnë flisnin mediat në Itali. Ke pasur shumë intervista në Itali, Rike? Po, në Itali, në Belgjik, në Gjermani, në Angli, në shumë vënde, në Holland. Çfarë pyesin më shumë? Cila është pyetja që bëjnë më shpesh? Pyetja... Nëse ndjek shumë futbollin, ku jetoj, me çfarë merrem, çfarë i them tifozëve dhe të vendit të tyre. Realisht kam çfarë i them se tifozërinë në vendeve të tjera nuk i njoh. Që kështu. Megjithatë, ti bën tifo për Italinë kur nuk është kombëtarja në lojë. Po, normal, jetoj në Itali, është vendi ku unë jam rritur edhe që kështu normal që bëj tifo për Italinë mbas kombëtares tonë. Ti ishe kaq shumë shqiptare atë ditë, ishe shumë plot, kemi një tifozëri vërtet shumë të madhe. Edhe të jesh në stadium me atë lloj tifozëri është vërtet një emocion i papar. Vërtet. Tani mbaroi gara jote mbas kombëtares. Tani je rikthyer në shtëpi. Ishte një ëndër e bukur dhe ti i kthesh punën tua. Me se merresh në Itali? Në Itali kam një sallon bukuri dhe punoj si fotomodele. Ti je fotomodele në Itali. Irida është shoqja jote? Irida po është një nga shoqet e mia më të ngushta. Dalim gjithmonë bashkë. Më bëri përshtypje diçka. Të gjithë ju duart rokitën dhe ju deshën shumë. Përfshi edhe ish kryeministrin Berisha, ai foli shumë për ju, ju përshëndeti. Por nuk të kuptova pjesën e fundit, më fal. Po. Kështu është kur jemi në Skype. Po, pikërisht, dëgjohesh shumë. Juve, të gjithë ju deshën dhe ju duart rokitën. Edhe ish kryeministri Berisha ju përshëndeti në një konferencë për shtyp. Vërtet, nuk e kam lexuar. Të gjithë ju përshëndetën dhe ju deshën. Përveç disa personazheve që s'pam kujtohet emri, të cilët filluan të tregonin historira të çuditshme për Iridën, për ty, të vjen keq që shqiptarët nuk din të duan plotësisht? Jo, kjo pjesë nuk më prek fare, me të drejtën. Nuk më prek, nuk më vjen keq. Ajo është thjesht një ndeshje, i kam thjesht me parë një ndeshje që kështu, edhe nëse flasin keq, më intereson. E dashur Rike, cili është urimi yt për kombëtaren, ndërsa ti e ndjek nga televizori i shtëpisë? Edhe pse kjo është e çuditshme, gjithë ajo zhurmë në Marseille, gjithë ato fotografi mbi fytyrën tënde, edhe pse regjia tani po më shoqëron me fytyra të tjera,
gjitha të projektor me ty dhe ti tani jem një portret mbas librave. Po, unë lexoj shumë. Kjo është e vërtet. Në shtëpi jam plot me libra, nuk e besojnë shumë njerëz, po vërtet unë lexoj shumë. Të gjithë morën me dekolten e saj dhe askush nuk donte të pyeste ku punonte, me se merrej, çfarë bënte, çfarë lexonte. Pikërisht. Jo. Vetëm ajo ra në sy. Vetëm ajo ra në sy. Po s'të vjen keq në fundit, ajo është e qëllimshme prej teje. Se ti e di që ashtu bie në sy në këtë vend. Nuk e kuptova, më fal. S'ka asgjë fare. E dashur, kush është mesazhi yt për shqiptarët në kombëtare, për kombëtaren në europian? Të shpresojmë deri në momentin e fundit. Edhe isha lozim sërish. Të falenderoj për këtë lidhje dhe të uroj gjithashtu punë të mbar. Faleminderit që ishim bashkë në Dritaren Vizion Plus. Mirëmfash. E mora në nisje vajzën, sepse ajo ishte vërtet fytyra e bukur. Nuk e di, e keni ndjekur sa shumë morën? Po. Ishte bashkë me fytyra e bukur, dekolteja e bukur e shqiptarëve, të gjithë filluan të fokusoshin tek ajo, gjithë mediat, si zhuket nga që tuajt na mendojnë të mbuluar, kam përshtypje. Nuk e di pse kishin atë gëzim edhe atë. Është pjesë e spektaklit e futbollit, pjesë e spektaklit, shkallët e futbollit, ngjyrat e futbollit. Zakonisht futbolli është një vend i ekspozimit masiv të trupave. Nuk diskutohet, sepse jo vetëm që janë lojtarët që janë ata 11 dhe 11, por në fakt janë shkallët e stadiumit që përbëjnë gjithmonë pjesën e qytetit. Është qyteti më i gjallë. Prandaj dhe mua nuk pëlqejnë analistët që zakonisht duan të ndajnë futbollin nga politika. Se janë bashkë? Absolutisht janë bashkë. Do të thotë, shiko, nuk është se politika është gjithçka, po politika është çdo raport që ndërton njeriu me disiplinën e vet. Do thotë, çfarë, se vërtet tani hym gjithmonë në qendër të subjektit, në qendër diskutimit, në qendër të çështjes. Edhe me Hysen mund ta diskutojmë këtë shumë gjatë. Çfarë do të thotë profesionizëm? Unë e them shpesh Maurice Young këtu. Ne kemi mjek shumë të mirë, e them shpesh, por nuk kemi mjekësi. Ne kemi shkrimtar të mirë, por nuk kemi letërsi. Ne kemi futbollistë talente, por nuk kemi futboll. Tani kemi arritur diçka. Shim futboll kësaj radhe. Po, pikërisht, tani kemi arritur diçka, ndeshja më e bukur ka qenë me Francën për shembull, dhe mua s'm duhet fare që ato 2 gola të fundit s'më interesojnë hiç. Më duhet vendi, plani ku ne vendosemi në raport me disiplinën që aplikojmë, me profesionin që duam. Dhe futbolli pikërisht në këtë sens artikulon politikë, artikulon aktivitet. Çfarë? Njerëz që rrotullojnë, që artikulojnë marrëdhëniet e tyre me disiplinën e tyre. Sa më mirë i zbatojnë këto relacione, sa më të komplekse, sa më shumë i sofistikojnë, i elaborojnë, i përpunojnë, vërtet i perfeksionojnë, aq më shumë ata janë në politikë, kanë krijuar politikë. Prandaj futbolli ka dhe këtë të mirë që duke qenë një sport i cili pra mund të shpërndahet masivisht. Nuk është sporti që kërkon cilësi, jetë e tjerë, nuk është tenisi, nuk është noti që kërkon pishin, patinazhi që kërkon. Futbolli mund të bëhet. Kështu që futbolli ka gjetur gjë një shtrat në vendin tonë. Dhe duke gjetur shtrat fillon dhe formon nga bukuria vet, nga mundësia e aplikimit, nga shpresa që krijon, fillon i mbledh njerëzit bashkë. Dhe këtu ne kemi një përmas të dallimit të qytetit ose të shoqërisë që në momentet kur ka ndeshje, ne fillojmë dhe dallojmë që ne jemi bashkë politikisht. Në çdo sens. Prandaj pyetja ishte, për shembull, ai stadium ishte i mbuluar, i mbushur me njerëz të cilët vinin gjithë nga trojet shqiptare. Jo, vinin nga diaspora. Do thotë, është një moment ku njeriu e kalkulon veten, e llogarit veten si pjesë e një lëvizje masive të një kombi të caktuar në përbot. Kjo vajzë vjen nga Italia, merrni si simbol pikërisht këtu e luan efektin. Ajo nuk është shqiptare e Shqipërisë që jeton këtu në Tiranë, shkon atje, është një shqiptare italist që shkon atje. Shumë italianizuar, ajo është në punë vet, por është bërë shqiptare 100%. Pikërisht, dukshmëria e saj, në një sekondë caktuar, shpallja e saj, që thot, unë e zëvendësova në një farë mënyrë mos bërjen e golit, dhe bukurinë time. Pastaj, bukurinë e kësaj, zëvendësova bërja e golit nga Sadiku, që është një gol aq i bukur. Themi drejtën, janë këto momente estetike që në fundit i radhisin njerëzit në faqet e një stadiumi, dhe thonë, ju ekzistoni në bukuritë që propozon një lojë në planet. Ne këto momente kemi pas me një pakicë, me një rallësi. Dhe këtu fillon kthesa. Kjo është pyetja. E pra, pse nisi kthesa, ky kampionat solli kthesën? Për mua, po. Po. E solli Sametine, ndjen këtë gjë apo thjesht? Unë mendoj se
Kombëtarja jonë dhe tifozëria bashkë me te, na vë të gjithë neve në një farë vështërsie të këndshme në fakt, për ta parë vetën të përballur me modelin dhe pasaj për të reflektuar se ku gjendemi dhe ku nuk gjendemi, dhe kjo sigurisht që i deporton edhe fushat e tjera. Ta zëmë në fushën e filozofisë mund të matem unë me ekipet të tjera evropiane në kampionatin evropian të filozofisë? Dhe e shofë se nuk e kam bërë këtë gjë. Dhe kështu mund të shofin se cili në fushën e profesionit vetë edhe të vokacionit të vetë, ajo që ka e thret se cilin për të bërë, sepse vokacion vjen nga voqe, dhe kështu është në të gjitha gjumët pëthuj se në gjermanisht është beruf, do me thirë, zanatit të thret, dhe ne pashtu kemi zanat, zani që na thret për të bërë diçka. Dhe më fillon me za, dhe tani neve të gjithë ne jemi të thritur, si thush për të treguar një standard i cili është vendosur nga ekipi futbollistëve dhe nga tifozëria. Këto dyja tani janë bërë dhe kjo është një bukuri tjetër, sepse nuk është, si thush, veç profesionalizmi nga dhe veç pastaj mbështetja jashtë tyre. Po kjo është pyetja. Ata ja dolen, do thënë, ata e dolen se ishin bashkë, se ishin kombëtarja, se nuk ishin thjesht Shqipëria, po ishin Shqipëria dhe Prizreni dhe Presheva. Unë do të ndaloj pak të një moment që Elvisi ndoshta e filloi përshëmbari, si thoshta, thotë, një lidhje midis politikës dhe futbollit. Në fundit ajo është lojë, por shumica gjëra sigurisht mund të modelohen sipas lojës, si thosh, sipas rregullave dhe pjesëmarrësve në lojë. Politika, natyrisht, për fatin tonë të keq, ka marrë një konotacion negativ dhe jo vetëm tek ne, politikën gjithmonë ka shoqëruar dhe një perceptim dhe mendim se ajo është diçka e keqe. Në fakt, politika është një nga veprimtaritë, si thush, më të bukura dhe më të mira, moralisht më të mira dhe estetikisht më të bukura. Sepse politika është, si thush, të qenit bashkë për një projekt të përbashkët ose qëllim të përbashkët, dhe ky projekt i përbashkët sigurisht është i vendosur në të mirën e bashkësisë. Kështu që prandaj si thush, ajo që ka kësaj here ekipi, për shumë në ndeshjen me Francën, prapë do kthejmë edhe aty, kishte të mirë, ishte një farë kolektiviteti i lojtarëve. Ajo ka ngacmuar më shumë gjithve? Dhe në këtë kuptim kjo, sepse kjo është zbulimi ynë shqiptar, sepse ne si individ kemi shkëlqyer edhe në perandorinë romake dhe në atë bizantine dhe sot si individ. Puna është që të mund, dhe prandaj jemi të sfiduar, thash të gjithë, një sfidë natyrisht e këndshme, që shpresoj të përgjigjemi, e cila shpresoj të nxit ato potencialitete që shpresoj të kemi të fjetura, që thash në fillim, si guximi, por mbi gjitha edhe aftësia bashkëpunuese e njërit me tjetrit, sepse ne tani pam që tifozëria është një kolektivitet dhe bashkëpunim, krejt pavarësisht situacioneve të ndryshme në të cilat ndodhen, disa në diasporë, disa në shtetet të tjera, disa në shtetet fëqin, dhe nga të gjitha anët u grumbulluan për një ngjarje e cila, si shihet bën bujë dhe ju pëlqen edhe të gjithë botës, ose planetit, si shto Elvisi. Dhe ka një, se këtu është kthesa, pyetja ishte, ky ujë do prodhoj energji. Kjo është e rëndësishme në fundit. Problemi është domethënë që ne mund të kjo mund të iki si sfidë e këndshme, mund të kthehet në një sfidë të haruar. Si kthehet kjo në një sfidë të haruar? Çfarë është përballje sikletshme, thotë Hysa? Përballje sikletshme sepse ne sfidohemi në fakt nga mungesa e një lloj pikërisht dashurie për politikën brenda profesioneve tona. Nuk ka gjë më të dhimbshme kur ne jemi të ndërgjegjshëm që njerëz të cilët kanë bërë dëme në këtë vend janë ata të parët që ngrën flamurin për suksesin e 11 lojtarëve. Ne e dim të tërë. Por çfarë ndodh? Këtu është strategjia e futbollit. Futbolli të jep një shans, edhe jep me shkallëzime. Si jep me shkallëzime? Xherdan Shaqirin e nxjerr si model. Për mua, për shembull, ishte rast shumë i mirë që Xherdan Shaqiri luante me Bayern, pavarësisht luajtjas të ndeshje kur Bayerni ngrë Kupën e Europës. Do thotë, një shqiptar jam mbriti këtu në fushën e futbollit. Po një shqiptar i cili në fundit ju përgjigj me jo, kombëtares, kjo ngelet për tu vërtetuar, nuk e di,
që është mbështetur në këmbë të veta. Çfarë bëm ne? I quajtëm lehtësisht tradhtar. Tani unë nuk do rritë merë me analiza, Berhamin mund të quaj tradhtar, vërtet, po që ta në shëqirin nga një gjakën jo. Po nuk është këtu problemi. Problemi është ne i quajtëm lehtësisht tradhtar ata, kur ne vetë, ata që kanë këtu poste drejtuese dhe kanë mundësinë e menaxhimit të trupave, të administrimit trupave dhe talenteve, pra ata që do bënin politikën si vetë po thoshe këtë rast e Sadikut, se unë se di, Jati që thot Asëriku se mori. Jo, ai po lumturoj në modestin e vetë për djalin cili nuk e zgjodhi Elbasani dhe Cëriku, kur e zgjodhi Bjazi i dha zemër gjithë Shqipërisë. U bëj matë se pa një huaj. I huaj kur vjen dhe ata shohet si ekspert, jo si sovran. Si sovran a prish punë, do ta dallojmë. Si ekspert ai na jep dorë. Ne nuk dim të vëmë administratorin politik. Ta bëjmë një pyetje thjesht. Cili është pjesëtari kombëtares që nuk ka lëvizur gjithë këto vjet nga kombëtarja? Unë se njoh sportin, të përgjigjem dot. Është shumë e thjeshtë. I vetmi është kryetari i federatës. Më fal. Trajnerët janë ndruar, lojtarët janë ndruar, gjithë ata që posedojnë talentin, i kemi hequr, i kemi vënë, i kemi shar, i kemi grirë. I vetmi që s'lëviz është njeriu i cili s'ka asnjë talent. Më vjen keq ta them. Po njerëzit që s'kan talent, jetojnë në këtë vend.